eksplozivi në servisin e motorëve në Vlorë, çfarë u zbulua nga kamerat e sigurisë, policia jep detaje. Pak para mesnatës 24 qershor rreth orës 23, një sasi lëndë plase raportohet se ka shpërthyer në lagjen Bashkimi të qytetit të Vlorës. Detajet e reja kanë dalë në dritë nga shpërthimi me lëndë plase në dritaren e një servisi motorësh në lagjen Bashkimi Vlorë. Raportohet se nga kamerat e sigurisë është filmuar një person i cili afrohet biznesit ndërsa po punohet për identifikimin e tij. Ndërkohë, pronari i servisit motorëve ka deklaruar se nuk ka konflikte me njeri. Uniformat blu kanë sekuestruar kamerat e biznesit, ndërsa janë shoqëruar në polici 5 persona. Shpërthimi ka ndodhur në dritaren e biznesit, ndërsa ka patur vetëm dëme të vogla materiale. Policia po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe identifikimin e autorëve të dyshuar, njoftimi i policisë. Rreth orës 23 në lagjen Bashkimi, në dritaren e një servisi motorësh në pronësi të shtetasit të VB, ka shpërthyer një sasi lëndë dyshuar plase, ku si pasojë janë shkaktuar vetëm dëme të vogla materiale. Në vend ngjarje ndodhet grupi hetimor i cili po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe identifikimin e autorëve të dyshuar.